Arka e beslidhjes e Jahves ishte objekti më i shenjtë i Izraelit lashtë, simboli i pranisë dhe autoritetit drejt për drejt të Zotit apo Jahves. Sipas Biblës, ajo u ndërtua nga Mojsiu me urdhër hyjnor dhe mbante dy pllakat e ligjit, shenjë beslidhjes mes Jahves dhe popullit zgjedhur. Arka përshkruhet si burim fuqie dhe frikë të madhe. Udhëhiqte betejat, ndëshkonte ata që prekin pa leje dhe konsiderohej si froni i padukshëm i Jahves mbi tokë. Pas shkatrimit të tempullit Solomonit, fati i saj mbetet mister, duke kthyer arkën një nga enigmat më të mëdha fetare dhe historike. Mbi arkën mund të kishte akses vetëm i numri i përzgjedhur njerëzit, të cilët pas emetimit të një energjie të brendshme u verbuan dhe pas një farë kohe vdiqën. Çfarë është ky objekt kaq mistik? Për çfarë shërben? Kujt i shërben? Me udhëzimet që ka brenda? Dhe në fund të fundit a bëhet fjalë për mitologji apo për faktet të ekzistencës së një teknologjie që të mahnit, teknologji magjike që njerëzit e kanë mbajtur me vete për më se 3000 vjet. Natyrisht që një nga dy përgjigjet është e saktë. Arko Covenant ose Aron Habrit në gjuhën hebreje, apo Arka e Beslidhjes në shqip, është një ark që u ndërtua me urdhër të Zotit për profetin Mojsi, sipas librit të Eksodit. Këshillat qenë duhet ndërtuar prej druri akacie, e veshur me arë brenda dhe jashtë. Për masa duhet të ishin 125 herë 0,75 herë 0,75 cm dhe kapaku quhet froni i mëshirës apo mersisit. Mbi kapak ndodheshin dy kerubin prej ari përballë njëri tjetrit. Sipas Biblës brenda kishte dy pllakat e gurit me 10 urdhëresat, shkopi i Aronit që kishte lulëzuar dhe një enë me mana, ushqimi që jellon në shkretir apo në fakt me fara bimësh. Fuqia dhe roli. Arka shoqëronte izraelitët në luftra. Muret e Jerikos ranë kur arka u mbart rreth qytetit. Thuhet se lëshonte fuqi vdekjeprurse ndaj atyre që e preknin pa leje. Vetëm kryeprifti mund t'i afrojë dhe vetëm një herë në vit. Ku ndodhet sot kjo ark? Kjo është një nga misteret më të mëdha. Disa tradita thonë se u fsheh pas shkatrimit të tempullit Solomonit. Teori të ndryshme vendosin nën tempullin e Jeruzalemit, në qytetin e vogël Aksum të Etiopis, në malin Nebo në Jordani, ose e humbur për gjithmonë. Në këtë rast kemi dhe interpretimet moderne. Disa e shohin si teknologji të avancuar jashtëtoksore, të tjerë si reaktore energjie, armë ose pajisje komunikimi hyjnor. Shkenca zyrtare e sheh si artefakt fetar simbolik, pa prova fizike të ekzistencës aktuale. Shumë konspiracionistë e shohin arkën e beslidhjes një objekt që në të kaluarën ka ekzistuar, por gjatë 1000 vjeçarve kanë humbur gjurmët, ndërkohë që disa të tjerë thonë se nuk ka humbur, por dihet vendodhja e saktë. Për pamjen e saj kemi shkrimet në Bibël, por dhe shkrimet të tjera fetare. Nga pamja jashtme vetë arka nuk është ndonjë mister i madh, por mister mbetet ajo që ka brenda. Çfarë shihet brenda saj, dhe që ka një fuqi të tillë e aftë të shkatërrojë një ushtri të tërë apo dhe një qytet të tërë. Që është ky objekt me të cilin përfaqësohet në tokë vetë Zoti? Nga pikpamja fetare vështirë se ekziston në tokë një objekt më i fuqishëm dhe le t'i hedhim një sy historisë për të mësuar se si u ndërtua kjo ark. Arka e Beslidhjes është e njohur dhe si arka e dëshmisë apo arka e vetë Zotit në Bibël. Në librin e Eksodit, Jahve, pra vetë Zoti, i thot Mojsiut gjatë qëndrimit të tij 40 ditor në malet e Sinait, se me çfarë dhe si duhet ta ndërtojë arkën, dhe janë pikërisht këshillat që përmendëm më lart. Sqaron gjithashtu se nga jashtë duhet të ndodhen 4 unaze të arta, përshkruar nga një dru akacie për ta mbajtur, dhe në pjesën e sipërme duhet kishte 2 kerubin të artë. Po përse 2 kerubin të artë? Dhe çfarë janë kerubinët? Kerubinët mbi ark nuk janë për dekor, por një mekanizëm i pranisë hyjnore. Engjëjt kerubin kanë një rol shumë të lartë dhe të veçantë pranë Zotit. Ata nuk janë thjesht lajmëtar, por rojtar dhe bartës të shenjtërisë hyjnore. Kerubinët shfaqen gjithmonë afër fronit të Zotit. Ata simbolizojnë kufirin mes hyjnores dhe njerëzores. Tek Zanafilla 3:24, kerubinët vendosën për të ruajtur rrugën drejt pemës së jetës, pas dëbimit të Adamit dhe Evës. Në shumë tekste profetike, Zoti përshkruhet si ai që ri mbi kerubin. Psalmi 99:1.
Kjo tregon se kerubinët mbajnë ose shoqërojnë thronin e Zotit, si qenie kozmike që përfaqësojnë rendin hyjnor. Kerubinët janë rojtar të dijes së ndaluar dhe fuqisë hyjnore, janë roj të dijes së shenjtë dhe jo mësues për njerëzit. Ata bllokojnë qasjen ndaj saj që njeriu nuk është gati ende ta kuptojë. Tek Eksodi 25, 18 deri në 22, Jahve thot qartë: atje do të shfaqem dhe do të flas me ty midis dy kerubinëve. Pra prania e Zotit manifestoi vetëm mes tyre, jo mbi të gjithë arkën. Kerubinët krijonin pikën e kontaktit. Përse prej ari? Ari është metal përquës, jo thjesht i çmuar. Ari nuk ndryshket, përçon energji, reflekton dhe stabilizon frekuenca. Nëse arka kishte fuqi reale energjetike rrezatuese, ari ishte materiali ideal për kontroll, fokus dhe izolim. Dy kerubinë është e barazvleshme polaritet. Këto dy figura përballë njëra tjetrës, me kraj që preken, krijojnë simetri, ekuilibër, fushë të mbyllur. I njëjti parim ndodhet tek harku elektrik, ku hapësira ndërmjet bëhet aktive. Në të gjithë Biblën kerubinët ruajnë hyrje, ruajnë objekte të ndaluara dhe ruajnë kufirin midis dy botëve. Mbi ark, ata nuk lejojnë qasje të drejt për drejt, dhe kjo shpjegon se përse njerëzit vdisnin kur e preknin. Vetëm pritërinjtë e caktuara afroheshin dhe arka mbuloi gjithmonë gjatë transportit. Tradita hebraike flet për një dritë ose ere inteligjente që shfaqej pikërisht mes dy kerubinëve, jo mbi kapakun, jo në të gjithë tendën, vetëm aty dhe quhej Shekinah. Pra, kerubinët mbi ark ishin roje të fuqisë, stabilizues të energjisë dhe port midis Jahves dhe njerëzve, që do të thotë se arka nuk ishte thjesht një objekt fetar, por një instrument i rrezikshëm dhe i kontrolluar, dhe çelësi ishin kerubinët. Në qoftë se do të besojmë tekstet biblike, aty shkruhet se çfarë ka brenda. Thamë që ka 2 pllaka me 10 këshilla të shkruara mbi to, si dhe shkopi i Aronit. Ky e fundit që vllai i Mojsiut dhe shkoi i lulëzuar që e asaj fuqie, siç që fuqia e shkopit të Mojsiut që ndau detin e kuq në mes. Brenda arkës ndodhet gjithashtu dhe ena apo tasi me mana, apo një përkthim më i saktë do të qejë me fara, që shërbejnë si lëndë e parë dhe që pikërisht ky ushqim që Zoti dërgoi për të ushqyer izraelitët gjatë viteve të endjes në shkretir. Kjo lëndë e parë sipas shkrimeve kishte përbërje vafej, që sot përzihet me mjalt. Thuhet se ena në fakt që një pajisje teknologjike për prodhimin e kësaj substance misterioze që shërbente si ushqim. Çuditërisht, kjo lëndë e parë përmendet edhe në Kur'an. Përveç këtyre 3 elementeve, arka kishte edhe një funksion shumë të rëndësishëm. Shërbente për komunikim me vetë Jahven apo Zotin. Natyrisht që për këtë komunikim ishte nevojshme të kishe me vetë edhe një pajisje siç është Urim dhe Thumim, temë kjo që do ta shillojmë në emisionin e radhës. Pra arka që një pajisje komunikimi, siç kemi ne sot celularin. Fuqia e kësaj arke është përmendur disa herë në Bibël dhe ka disa shembuj. Normalisht arka mbahet në fillim të kolonës, dhe kur izraelitët afroheshin pranë ndonjë lumi, papritur lumi ndai njësoj si deti kuq. Kur izraelitët binin në konflikt me popull të tjerë, energjia e arkës që aftë të shkatëronte gjithë ushtrinë kundërshtare, së bashku me qytetet e tyre. Kemi pastaj historinë e njohur të rrethimit të Jerihonit. Jeriko është një nga qytetet më të vjetra në botë, i banuar që rreth 10.000 vjet para erës së re. Ndodhet në Palestinë pranë lumit Jordan dhe është i njohur si qyteti i palmave. Jeriko është i rëndësishëm si qytet sepse është qyteti më i lashtë i njohur me gjurmë nga epoka neolitike. Muret e qytetit janë një provë e organizimit të parë urban, dhe rëndësia biblike është se muret e Jerikos ranë kur izraelitët udhëhequr nga Jozeui i rrëzuan pas rënies së burive. Kishte buri me ujë dhe pozicion tregtar shumë të mirë, dhe ky qytet ka ekzistuar thon para përmbytjes madhe. Shpjegimi biblik është ky. Arka u mbajt nga pritërinjt përpara ushtrisë. 7 pritërinj mbani 7 bori prej briri dashi dhe esni përpara arkës. Për 6 ditë rrethuan Jerikun një herë në ditë, në heshtje. Ditën e 7 e rrethuan 7 herë. Vetëm pas urdhrit hyjnor, pritërinjt i ran borive dhe populli bërtiti. Bibla thot se muret ran sepse Jahve veproi dhe shenja e pranisë së tij që arka. Kur ngatrohet biblika me mitologjin,
gjërat fillojnë dhe bëhen pa kuptueshme. Tek emisioni piramidave, kur kam thënë se si janë zhvendosur gurët gjigant, kam përmendur edhe një kërkues suedez i cili shkoi në Tibet duke takuar Dalai Lamën dhe filmojnë atë kohë një ritual të çuditshëm. Lamat i frinin disa borive në formë briri, por me përmasa të mëdha deri 3-4 metra, dhe me frekuencat që krijonin, ishin të aftë të zhvendosnin gurë të rënë në distancë prej 250 metra, ritual ky që u filmua. Pra që ne të mos dim teknologjinë e fshehur nga sytë tanë, nuk është arsye për qeshur kur dëgjon tema të tilla. Çuditërisht priftërinjtë izraelitë i frinin borive në formë briri. Kjo armë e fuqishme i shërbeu për një kohë të gjatë izraelitëve, dhe këtyre të fundit u që thënë që të mos e preknin këtë ark, se do të vdisin në vend, gjë që dhe ka ndodhur, kur priftërinjtë të pavëmendshëm kanë prekur arkën. Gjithashtu ju është thënë se në asnjë mënyrë nuk duhet të shihnin brenda arkës, se gjithashtu do të humnin jetën. Pas marrjes së Jerihonit, papritur vjen një seri humbjesh nga ana e izraelitëve, dhe në një moment arka e beslidhjes bie në duart të filistenjve për plot 7 muaj. Sipas Biblës, arka nuk i solli ndonjë mbarësi filistenjve, por përkundrazi i solli vuajtje, mundime dhe vdekje, dhe si rezultat ata e kthyen mbrapsht arkën izraelitëve. E gjithë kjo histori ka ndodhur vite pas eksodit të izraelitëve nga Egjipti, për afërsisht 3300 vjet më parë. Me pretendimin se këto ngjarje kanë ndodhur, izraelitët i humbun dijet për përdorimin e kësaj arme për gjithmonë, ose ndaluan përdorimin e kësaj arke, 1000 vjet para Krishtit. Kjo ark ndroi shumë dua gjatë shekujve dhe përfundimisht, me ndërtimin e tempullit të Solomonit, u vendos atje në Jeruzalem. I fundit mbret që ka parë arkën, ka qenë mbreti Hezeki para 2700 vjetësh. Ky mbret është një figurë e vërtet historike që mbrojti Jeruzalemin nga mbretëria e Asirisë, që pikërisht ky mbret që fsheu gjithë pasurinë e Jeruzalemit së bashku me arkën e famshme gjatë rrezikut pushtimit të Jeruzalemit. 100 vjet më vonë, babilonësit pushtojnë Jeruzalemin, grabisin qytetin dhe shkatrojnë tempullin Solomonit. Pra 100 vjet para pushtimit, asnjë nuk ka dëgjuar më për arkën e beslidhjes, të cilën babilonësit nuk e gjetën gjatë pushtimit. Babilonësit nga ana e tyre, pavarësisht grabitjeve të qyteteve që pushtonin, kanë qenë burokratë të thekur dhe mbanin shënime për çdo gjë, por nuk kanë asnjë arkiv të tyre ndonjë dokument që të përmend arkën e beslidhjes. Ku shkoi kjo ark? Shumë vetë mendojnë së bashku me të njohurin e fushës Graham Hancock se kjo ark përfundoi në Etiopi. Shekuj me radhë shoqëria kristiane etiopiane, që është një nga më të vjetrat në botë, deklaronte se arka e beslidhjes ndodhet në një kishë të vogël në Aksum prej 3000 vjetësh. Kisha etiopiane deklaron se mbreti Menelik i parë, i cili që djali i mbretit Solomon, krijoi mbretërinë etiopiane dhe me vete solli dhe arkën e beslidhjes. Ky mbret është një figurë historike dhe mbretëria që krijoi që për 1000 vjetët e parë në judaizmin dhe pastaj për 2000 vjet të tjera në kishën katolike. Këto janë fakte historike dhe jo vetëm arka e beslidhjes në zotërim të tyre, por dhe Jezu Krishti si fëmijë i Marijes ka qenë në Etiopi para se të kthehej më vonë në Jeruzalem. Fakte nuk ka, por a mund të gjendet arka e beslidhjes sot e kjo kishë shihni në Etiopi, aq më shumë se kjo kishë e vogël në Aksum nuk ka asnjë roje dhe as nuk ka akses përveç priftit që ruan këtë ark. Priftërinë që ruanin arkën dikur humni shikimi sipas kërkuesit të njohur Graham Hancock dhe pas disa kohësh humni dhe jetën si rezultat i ekspozimit ndaj arkës. Pas vdekjes, rolin e lojtarit e merrte një priftëri, me të cilin ndodhe njëjta gjë. Megjithatë, këto të dhëna nuk janë vërtetuar nga ana mjekësore. Kisha etiopiane është e njohur sot për realizimin e kopjeve të arkës beslidhjes dhe pothuajse në çdo kishë ka një replikë të saj. Sa gjasa ka që pas 3000 vjetësh arka e beslidhjes të gjendet në këtë kishë të vogël siç beson Graham Hancock? Personalisht nuk besoj fare se ky ark gjendet brenda kësaj kishe të vogël. Në 1135, Etiopia u pushtua nga Italia. Pushtim ky që zgjati deri në 1141, ku rolin e pushtuesit e mori Britania e Madhe. Në ushtrim britanike në atë kohë bëndej pjesë oficeri me emrin Edward Ullendorf, i cili me i togu ushtarësh vjen para kishës duke kërkuar arkën sipas variantit zyrtar. Në qoftë se arka do të ndodhej brenda, në kishë sa gjasa kishte që të mos e kishin marrë italianët
dhe ta kishin quar aty ku zakonisht varroset e gjithë historia jonë, në katakombet e Vatikanit, i cili Vatikan nga ana e tij kishte bekuar ardhin në pushtet Benito Mussolinit. Priftërinë nuk deshën të linin anglezët të hynin, por Eduardi duke i kërcënuar me armë, hyn brenda në kishë. Ulendorfi e kuptoi menjëherë se arka që kishte para syve nuk ishte as e vjetër dhe as e lashtë, por një kopje rëndomë që ngjelte gjithandej në Etiopi. Në kujtime që shkroi më vonë gënjeu, sepse siç tha, nuk donte që zgënjente katolikët etiopian që besonin se arka ndodhej në atë kishë. Në shekullin 12, Etiopia që mbretëri dhe pastaj pati një qeveri komuniste dhe është afërmend që këto regjime autoritare është e pamundur që të mos kenë hedhur një sy brenda kësaj kishe. Pra brenda këtyre 4 mureve gjendet objekti më i fuqishëm në planet dhe këtë të dhënë nuk e din shërbimet inteligjente të fuqive të huaja, më të mëdhave të planetit, duke futur këtu dhe Mossadin izraelit. Pra ky i fundit nuk e di se artefakti më i shenjtë i dhjatës vjetër ndodhet në këtë kishë. Kuptohet që brenda kishës nuk ndodhet asgjë, dhe duke mos qenë në Etiopi, ku është duk arka e beslidhjes? Po sikur izraelitët ta kenë marrë nga egyptianët, ose të ekzistojnë disa të tilla, të cilat nga ana e tyre sjellin me vete disa histori të tilla, sepse si histori përsëritet edhe në vende të tjera të planetit. Po të kemi parasysh se Mojsiu jetoi në Egjipt dhe është edhe burimi i historisë biblike të arkës beslidhjes, nga e mori idenë për herë të parë, apo ku e pa pamjen fizike të arkës, ndërtuesin në lindje të planetit Tokë. Koncepti një arke të tillë që nderohet dhe mbahet në vend të Zotit apo Zotave është faqur në Egjipt para Mojsiut. Koncepti i engjëve me krah ka ekzistuar në Egjipt para dhjetës vjetër dhe shumë më përpara se Mojsiu me popullin e tij të jetonte në këtë zonë. Dizajni i arkës dhe përshkrimet e Biblës me kerubi në sipër janë identike si në Egjiptin e lashtë. Egyptianët kanë patur e të ashtu quajtur atanie ceremonial, të cilat i mbanin në dorë në procesionet e tyre me 2 shkopi në anë njësoj si në arkën e beslidhjes. Brenda tyre ndodheshin këshillat e Zotit dhe në krye shpesh ndodhej Zoti Osiris. Këto ngjarje janë mijëra vjet para Mojsiut dhe arka e beslidhjes kështu që ose Mojsiu i kopjoi nga historia e lashtë egjiptiane dhe ekziston vetëm një arkë beslidhje, ose me shumë gjasa ekzistojnë disa objekte të tilla. Po të jetë një objekt i tillë, si mund të shpjegojnë shfaqjen e koncepti mijëra kilometra larg në Japoni? Pra shfaqet i njëjti koncept i arkës beslidhjes, por në variant japonez. Sipas festës origjinale që lindi në Japoni me emrin Shinto, ekziston një arkë që mbahet në ceremoni fetare dhe arka quhet Mikoshi, në të cilën jeton qenia me emrin Kami, që është një fjalë japoneze që nënkupton shpirtrat apo hynit. Kjo është feja më e madhe në Japoni. Pra, transportojnë forca hynore nga tempulli në tempull. Të mos harrojmë se në atë kohë këto vende nuk kanë qenë të lidhura me njëra tjetrën siç janë sot lidhura në mënyrë globale. Atëherë si ka mundësi që kanë koncepte të njëjta, zotë të njëjtë dhe shpirtra të njëjtë që ngjajnë si 2 pika ujë me historinë e Biblës. Më vonë këto koncepte të mbajtjes së zotave në krah u transformuan edhe në vende të tjera si në Indi, ku figurat të rëndësishme mbajshin në ajrin në formë taksie nga njerëz që shërbenin si kafsh. Shumë kultura kanë mbajtur në krah mbretërit dhe carët e tyre, dhe çuditërisht një pamje e tillë na vjen edhe nga Sumeria e lashtë. Njerëzit mbanin në krah sunduesit të cilët qenë jashtëtoksor, me emrin Anunnaki, gjë që tregon se këto mjete kanë ekzistuar në formë fizike mijëra vjet para dhjetës vjetër. Të mendosh për një moment që Zoti dha urdhër për ndërtuar një arkë të tillë me 2 pllaka, në të cilin që shkruar këshillat e tij, shkopi i Aronit dhe një tas me fara bimësh apo pajisje për prodhim ushqimi, dhe të pajiste me një fuqi të mbinatyrshme, ndërkohë që fuqinë e tij mund ta tregonte në mënyra më të thjeshta dhe njerëzit nuk kishin nevojë për arkën që të ishin pranë Zotit. Logjikisht këto përshkrime mund të jenë metaforike për sqaruar diçka që nuk e kanë kuptuar në atë kohë, një teknologji të tillë që gjetën. Ndoshta këto arka kanë qenë mbeturina të teknologjive të përparuara të asaj kohe dhe të gjetura mijëra vjet më parë nga njerëzit e atëhershëm që nuk kuptonin asgjë dhe duke mos kuptuar i dhan fuqi magjike. Ndoshta qenjet të përparuara jashtëtoksore manipulojnë edhe sot e kësaj dite racën tonë. Ku i diet? Kush është i çmendur në këtë rast? Ne që merrem me këto tema
apo shërbimet e fsheta në mban botës që harxojnë miliarde për gjetur këto artefakte. Qëndroni tek bota e fshet, sepse çmendëruria sapo ka filluar. Mos harroni regjistrimin dhe deri tek emisioni i radhës, mirupafshim.